Përshëndetje, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili për të sjellur ngjarjet më të fundit, për të sjellur lëvizjet më të fundit që po ndodhin nga artistët tanë, nga personazhet publik. Kohët e fundit Brikena Selmani, duam ne apo s'duam ne, me lëvizjet e cilat i ka bërë ka qenë në qendër të vëmendjes. Është komentuar, është folur për të, janë hedhur hipoteza të ndryshme për Brikenën, por sot Brikena ka vendosur që të bëj edhe një lëvizje tjetër për të ngritur edhe më shumë dyshime tek publiku në fakt se çfarë në të vërtet po ndodh me të dhe si po shkon rrugtimi i saj i dashurisë, si po shkon në thelb jeta e saj. Ajo në grupin e saj të hapur në Instagram, Give me one chocolate, get 10 chocolate, do me thënë kështu e ka titulluar, është kjo thënia që e bëri viral Brikena në të gjitha rrjetet sociale. Brikena ka ndarë një shkrim tjetër ku shkruan me shumë ndjesi edhe me shumë zemër të thyer, le ta themi. Brikena thot kështu: dua t'ju falenderoj me zemër të gjitha vajzat që ishin tek kanali Britos Spotlight e që keni qëndru pranë meje në gjithë këtë kohë, thot Brikena. Kam dalë nga grupet, po ashtu edhe nga kanali, sepse për momentin dua pak kohë dhe qetësi për veten time. Do t'jem gjithmonë jashtëmasi mirënjohëse dhe falenderuese për ju. Kjo është postimi që Brikena Selmani ka bërë. Do me thënë më pas ka nxjerrë dhe një fotografi tjetër në story që duke që Brikena tashmë është përkushtuar që t'ja kushtoj kohën familjes së saj, njerëzve të saj të afërt në familje dhe punës së marrë përsipër nga televizioni Top Channel. Unë mendoj që Brikena është në këto ditët e parafundit të nismës së madhe të Top Arenës, që me patjetër të gjithë do t'jemi kureshtar se çfarë qëndrimi do të ketë me Mateon, çfarë bisedash do të kenë me Mateon, a do të flasin për marrëdhënien e tyre. Unë të jap mendimin tim, do me thënë, unë nuk e besoj që Brikena do të fletë për marrëdhënien e saj në Top Arena në një kënd me Mateon. Besoj që do t'jenë të ftohtë shumë të dy, edhe pse shumica dyshojnë që këtë historikun e ndërtuar e kanë bërë vetëm për marketing edhe për klikime, po nga fakti që Brikena ka vendosur që të largohet nga të gjitha grupet, do me thënë ndoshta, ky është mendimi im, e ndjen presionin e madh të këtyre grupeve që janë hapur me editime që bëjnë të fotove të Mateos, të Brikenës dhe nuk mundet dot që t'i shikon. Por, nga fakti që Brikena vendosi që me njëherë ta pranon ndarjen me Mateon, do me thënë duke hedhur një story, duke treguar një zemër të thyer, mua automatikisht më shkon mendja të bëj një pyetje se çfarë rregullash pas ka thyer Mateo kaq shumë, që pas ka thyer në mes këtë Brikenën që t'ja thyen zemrën, sepse të ta thyen zemrën një njeri, unë mendoj që thyerja e zemrës është një proces pak më i gjatë, do me thënë ka ca lëvizje, ka ca ftohje, ndalojnë ca gjëra, do me thënë çiftet nuk janë më çifte, po fillojnë të zhbëhen dhe Mateo pikërisht ato ditë publikonte së bashku me Brikenën momente të bukura. E solli Brikenën në shtëpi për festën e Bajramit që kishte Brikena, por Mateo e solli në shtëpi ta takoj me nënën e tij. Brikena nxori foto me vjerën duke i quajtur dhe mbretresh. Do me thënë afati kohës së ndarjes mes shiftit dhe ngjarjeve të cilat ndodhen, do me thënë 7 orë në telefon me njëri tjetrin, Mateo doli e priti, Mateo iku në shtëpitë e tezja e Brikenës, do me thënë të lë të dyshosh se çfarë pas ka bërë Mateo që Brikena që nga thyer kaq shumë. Dhe pjesa tjetër për ato gjitha ato amencimet që kanë qenë se ku flen Brikena tani për xhirimet e Top Arenës, ku qëndron Brikena, sa ndan kohë Brikena në Tiranë, Brikena në mënyrë diplomatike është munduar që të jep përgjigje kundërdrejt të gjithë fansave të saj që Brikena bën udhëtimin vajtje ardhje, do me thënë nuk qëndron në Tiranë.
nuk qëndron në Tiranë. Ajo bën udhëtim vajtje ardhje në Prishtinë, do të thënë vjen për xhirim, vjen për realizimin e promove dhe më pas largohet përsëri. Siç duket, ndarja e Mateos dhe Brikenës ka ndodhur në një mënyrë shumë paqësore, nëse mund ta quajmë një ndarje. Çifti kanë drekuar edhe bashk ditën e fundit kur kanë bërë takimin për në Top Arena, por besoj që nuk kanë folur me njëri tjetrin sepse Mateo nuk e shpërndau foton me Brikenën, por e shpërndau foton si grup, por unë shpresoj, me zemër shpresoj, që kjo e tëra të jetë një marketing, edhe pse ka shumë zëra që më kanë thënë Tiranë kemi informacione nga të afërmi, Tiranë kemi informacione nga njerëzit më të afër të Brikenës edhe të Mateos, që e gjitha kjo është për marketing, unë them që të gjithë këto njerëz se kanë dyshim. Të vërtetën e të gjithë historisë e di vetëm Mateo dhe Brikena, e dim prindërit e të dy palëve, dhe normalisht ato nuk do ta shesin këtë produkt, sepse unë këtë e quaj produkt, sepse i pari që do ta ketë këtë produktin do të jetë media më e shikuar, deri në momentin kur vetë protagonistët, që është Mateo dhe Brikena, të vendosin për të vërtetën e tyre, të vendosin për realitetin se çfarë në të vërtetë ka ndodhur. Tani, a ju detyrohet Brikena në mënyrë pak më të detajuar dhe Mateo t'ja tregoj publikut se çfarë ka ndodhur? Unë mendoj që po, sepse shumica e artistëve thonë është pjesa jonë private, po derisa ti ke vendosur që të jesh fytyrë publike dhe je fytyrë publike, nuk mund të kesh më pjesë private, domethënë privatësia jote po kërcënohet shumë çdo ditë dhe është shumë e vështirë për ta menaxhuar privatësinë tënde. Dhe unë për këtë gjë, domethënë kërkoj nga çifti që të jenë pak më korrekt dhe ta tregojnë të vërtetën që edhe publiku të ndaj gjëra, domethënë të di se si të vlerësoj dashuritë. Por qëndrimet e Brikenës dhe përgjigjet e Brikenës, duke u bazuar edhe në tipin që Brikena ka treguar brenda shtëpisë së Big Brotherit, realisht në të vërtetë të japin që ti të bindesh që çifti ka përfunduar lidhjen, por mua ajo që më befason më shumë është se si mundet gjitha ajo lidhje, gjitha ajo dashuri domethënë të përfundon brenda një dite. Çfarë pas ka bërë ky Mateo që kjo marrëdhënie ka përfunduar? Nëse ka përfunduar nga fakti që nuk janë tipe të njëjtë, okay, e vlerësoj, nuk janë tipe të njëjtë, gjithçka në rregull, po nëse ka përfunduar nga fakti që Mateo dhe Brikena kanë dashur ta bëjnë për marketing dhe u ka dalë puna huq, mua kjo gjë do të më vinte shumë keq. Po gjithsesi, data 11 po afron, të gjithë kemi sytë dhe veshët tek Top Arena, të kuptojmë në fakt se çfarë do të ndodhë në këtë format, çfarë do të thotë ky çift, çfarë detajesh do të jetë, dhe mendoj që do të jetë interesante edhe për publikun nëse do të kuptojmë diçka, po nëse nuk do ta thonë me gojë, vetëm shikimet e tyre do të japin një përgjigje të cilën ne presim që ta marrim. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe në të gjitha platformat e mia digjitale për të kuptuar të vërtetat e tjera.